E tani unë do t'ju qoj në një tjetër aktivitet shumë interesant, është një festival gjithëkombëtar i folklorit, Eshk e ndezur mbi Shkëlzen. Kështu quhet ky festival gjithëkombëtar i folklorit, që edhe si vjeti ishte një nga ngjarjet më të rëndësishme artistike dhe kulturore në kuadër të shënimit të ditës së çlirimit të Deçanit, duke mbledhur artist, duke mbledhur studiues dhe dashamirë të folklorit nga të gjithë trevat shqiptare. Festivali Eshk e ndezur mbi Shkëlzen është natyrisht një kronikë e zgjeruar që është bërë gati nga kolega ime Afrodita Duraku, që do ta ndjekim pikërisht në këto momente. Festivali gjithëkombëtar i folklorit Eshk e ndezur mbi Shkëlzen edhe këtë vit mirëpriti shoqëri kulturore artistike nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Lugina e Preshevës. Në edicionin e 13 të këtij festivali, pjesëmarrësit sollën në skenë vlerat më të mira të folklorit shqiptar, duke krijuar atmosferë festive, emocione dhe krenari kombëtare në qytetin e Deçanit. E them këtë pa modesti, kem arrit që të ruajmë vlerat tona që ne ka pranua dhe bota. Këngën labe, polifonin labe me vlonjatet, kërcimin e tropojes me valltarët dhe artistët e tropojes, lahutën që e kemi pjesë malsit e trojeve shqiptare në përgjithësi, andej nga Shqipëria dhe knejka nga Kosova, dhe elementi më i bukur që është gjubleta, që vjen nga malësia e Malit të Zi, nga malësorët dhe malësorët e Malit të Zi. E pa harru veshën kombëtare të Deçanit, vesha katunit e dugaxhinit. Përmes këngëve, vallave, kostumeve tradicionale dhe interpretimeve autentike, festivali dëshmoi edhe një herë pasurinë e jashtëzakonshme të trashëgimisë sonë kulturore. Bekim Vishaj, drejtori i festivalit, tha se Deçani vazhdon të mbetet një vatër e rëndësishme e kulturës dhe traditës shqiptare, duke dëshmuar se trashëgimia shpirtërore e kombit ton është një pasuri që duhet ruajtur, kultivuar dhe përcjell brez pas brezi. Domethënë përkujtojmë të gjithë dëshmorët e luftës së USHK-s, të gjithë dëshmorët e kombit. Dhe qëllimi i tretë është që të ruhet, të kultivohet dhe të promovohet tradita jonë kulturore. Në këtë rast, folklori jonë burimor, që është shumë i pasur. Po ashtu kemi si synim të promovojmë vlerat të mira që i ka Deçani, edhe trashëgimisë kulturore, edhe të trashëgimisë natyrore. Krejt këto i bëjmë së bashku me miq, me shok, me vëllezër nga të gjitha anet ku ka shqiptar. Ndërsa komandanti i ushtrisë lirimtare të Kosovës, Ramush Haradinaj, kujtoi kohën kur kënga e rapsodëve Dervish Shaqa dhe Demush Neziri ishin frymëzim për ushtarët. Sot po bashkohen dy porosit mira në një përulemi me respekt para të gjithë të rëndëve për liri, për atyre që dhanë jetën për më të shrejtën, për lirinë e kombit, për lirinë e dëshmorëve, martirëve. Nuk i harrojmë shumë ata veprimtarë, çështjen kombëtare, që po ashtu kalon në përvujtje, përsekutime, për lirinë e për lirinë e kombit. Por po ashtu sot nderojmë, me të vërtetë ju them, dy heroj që janë meritor nga zëri i tyre, nga shpirti i tyre, nga porosia e këngës tyre, që kombi shqiptar në përgjithësi e veçanërisht Kosova, treva jonë, të mos përullet asnjëherë, mos dorëzohet, por të beson lirinë. Sot nderojmë po ashtu dy rapsodët tonë, dy ikona tona, dy herojnë tonë, Dervish Shaqen e Demush Nezirin. S'ka shqiptar që sa frymëzue prej zërit, prej shpirtit të tyre në këngë, prej porosive që na i kanë drejtuar. E ndërta njërin e kam njohur shumë mirë, Shkëlzen Haradinaj. Gjithkohën e në çdo situatë. Ai e ka pas në zemër, në shpirt, edhe e ka pas kushtrim lirie, këngën
melodin, porosin e këngëve të dervishashës, e të mushnezir. Edhe në luft, në çdo betejë, sikurse edhe e dinë shumë bashkëluftar, edhe në momentet më të vështira i ka kaluar me këngë. Natën e sonte me finale do e fillojmë me grupin Dervish Shaqa dhe para jush do të vi Zenon Maksutaj me këngën Ku po knojnë këta dy aslana. Ku po knojnë këta dy aslana, ku ishtim shkojnë ke Radio Tirana. Në festivalin Eshk e ndezur mbi Shkëlzen, publiku pati mundësi të shijojë performanca të shumta artistike, të cilat sollën para qytetarëve dhe mysafirëve laramaninë e folklorit shqiptar, këngë epike e lirike, valle tradicionale dhe elemente të trashëgëmisë shpirtërore, që dëshmuan lidhjen e fortë të shqiptarëve me rrënje dhe identitetin e tyre kulturor. Vërtet, jënë rujt me gjelozi, me vitet e tona, dhe pse janë këtë skutë Balkanit, kem të regua se jem populli maj vjetër me një kulturë jashtëzakonisht të moshme dhe që për cilën nga brezin e brez. Tashi, a duhet kjo kulturë jona, kjo trashëgimi shpirtërore, materiale, mu vendos atje në grupin ku jonë edhe kultura botnore të UNESCO-ja pa dyshim, po këtu jemi pak mrapa, sa i përket kësaj qeshtje, në Kosovë, po mos them edhe në Shqipëri, të tjetë kanë jetë shumë në rajon, unë i përcili për shembull Kroat ku kanë mri, Slovent, Macedon, Bugar, kanë shku shumë larg sa që i kanë radhit në UNESCO edhe 150 lloje të ndryshme të bukës. E ne hasin e kem këtu, për këtu s'kem ujtë asnjë me zyt. E mos temi për rite, për doke, për kong, për valle të luftës, për eposin e Kreshnikëve, për atë. Pra jem shumë mrapa sa i përket kësaj, shpresoj se të dy akademitë do të punojnë diçka më shumë, do të shohin atje çka po bën amaterizmi ynë, se na jem amater që po mundohen me rujt këto vlera dhe me përcjell të brezat, përmes këtyre festivaleve, përmes takimeve kulturore, manifestimeve të ndryshme. Tash sa erdhëm prej zonës Veriut, atje ishim të Zoja Vuklit, pastaj ishim të Vau Idejes, të Shkoda, të Malësia, e kështu me radhë, gjithë tash na ka afru gjaku, sepse ka qenë një ndomje shekullore dërmje veti, po shka është ma me rëndësi, të gjitha këto që ka i përmenda nuk kanë ndryshu shumë për njëra tjetës dhe janë rujt, edhe kjo është një shpresë që mund i sestimojmë dhe mund t'i vendosim atje ku duhet e t'i arrim qëllimit. Është herë e dytë që marrëm pjesë, ku vitin e kaluam kemi marrë edhe çmime këto. Mirë po, mikpritja e Dugazinit na bën se çdo herë të marrim pjesë. Kemi nderin dhe kënaqësinë si popull shqiptar, si Gjakov, të performojmë më të mirat vlerat kulturore artistike që i ka komuna e Gjakovës. Jam nga Obiliqi, po jetoj në Holland edhe mire me folklor prej moshës 6 vjeçare. Jam pjesëmarrës në këtë festival madhështor, që është në zemrën e Kosovës, në zemrën e Dionis, në zemrën e Trimnis, në zemrën e Bornis. Për hir të njerëzit të mëdhenj të Dervish Shaqës, të Mushnezirit, festivali si quhet Eshk e ndezur mbi Shkëlzen. Pra, ftoj popullin tonë rinin që ta marrë këtë traditë. Unë enka zvi për diasporës që sa vite viç me morë pjesë në këtë festival në Deçan. Jemi pjesëmarrës sot në këtë festival. Mram ishim në një festival tjetër në Gjilan dhe i lidhëm të dy që të jem prezent në këto dy festivalet, marrim pjesë, paraqitim traditat tona, pamjet e veshjes sonë kombëtare Xhubletës, e cila është me 1000 vjeçare dhe të gjithë këtyre valltarëve të cilë janë të gatshëm çdo herë të dalin para publikut, të paraqitin atë emocionet e tyre kulturore të cilat me të vërtet janë shumë të vlefshme. Zenon Maksutaj, nipi rapsodi Dervish Shaqa, shprehu mirënjohje për të gjitha grupet pjesëmarrëse, që me përkushtim dhe profesionalizëm prezentuan vlerat kulturore shqiptare.
Frymojere tundi malet të shpërndaqëret nga qeli, të dalë djeli për shqiptarët, të gjithë një flamur të kemi. Frymojere tundi malet të shpërndaqëret nga qeli, të dalë djeli për shqiptarët, të gjithë një flamur të kemi. Ky është edicioni 13, si Shkëndezur Mishkelen, Shkëndzen që kushtohet rapsotët mëdhaj, Dugaxhini, Dervishasha dhe Mushneziri. Këtu në festivalin ton marrin pjesë të gjitha treva shqiptare. Qa është interesant se të gjitha kulturat e vendëv, si të Vlorës, Preshevës, Macedonisë, Malit Zi, me veshje, me të gjitha tri vjetër e pleq marrin pjesë dhe jemi shumë kënaqur me pjesëmarrjen. Nuse mori, nuse kure vure kanën, e harove babën, e harove nanën, e harove babën, e harove nanën. Juria ndau edhe çmime për pjesëmarrësit. Me çmimin e parë Dervish Shaqa dhe Demush Neziri u vlerësua ansambli Folk Trevar nga Tropoja, ndërsa me çmim të dytë ansamblet Bajram Surri nga Krusha e Madhe dhe Zahir Pajaziti nga Podujeva. E me çmim të tretë Shipet e Drenicës nga Drenasi dhe Vulkani i Istogut nga Istogu. Gjemal Glavica nga Prishtina u vlerësua si rapsodi më i mirë i festivalit, ku edhe u nderua me çmimin Bajrush Doda. Ndërsa antari i jurisë së këtij festivali, Faton Mehmetaj, tha se përmes këtyre ngjarjeve mbrohet identiteti kulturor, bëhet dokumentimi i traditave dhe përcjellja e tyre tek brezat e rinj. Ishte një garë shumë ngushtë, në tonë, është vërejt një përgatitje e madhe e grupeve pjesëmarrëse, e grupeve garuse. Unë kënë organizator e uroj suksese, dhe në tarme na nuk e marrë pjesë pos një herë në konkurencë, se ndim vetën si, jo si musafir, po si vendas, për organizimin e një festivali për Dervishashën dhe Mushnezirën. E kem pas edhe të mirat, edhe rritet, edhe doket, edhe luktën së bashkut me këtë pjesë të Dëçanit Dugaxhinit. Ku do flitet gjuha jon, ka një embër shqiptari. Festivali përfundoi me mesazhin se kultura dhe folklori mbeten ura më e fortë që lidh shqiptarët kudo që jetojnë, duke ruajtur gjallë kujtesën, historinë dhe identitetin kombëtar.